Sot nuk flasim vetëm për një projekt infrastruktural. Sot flasim për diçka shumë më të madhe, për lidhjen, për stabilitetin dhe për të ardhmen e dy shteteve brenda familjes energjetike europiane, deklaroi kryeministri Christian Mickoski në vendosjen e gurthemelit të linjës së transmetimit 400 kW mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Linja interkonektive Manastir-Elbasan nuk është një linje e zakonshme, ajo është simboli një bashkëlloku të mbyllur që për vite me radhë qëndronte si pengesë në rrugën tonë. Korridori 8, i cili duhet të jetë arteria e ekonomisë, për një kohë të gjatë kishte një ndërprerje në rrjetin e tij energjetik. Sot, me këtë projekt, ai bashkëllok më në fund mbyllet, me ndërtimin e kësaj linje 400 kV të gjatë rreth 100 km, vendosim lidhjen e fundit energjetike që mungonte me fqinjët tanë. Ai shtoi se ky interkoneksion nuk është vetëm një projekt kombëtar, por është pjesë e rrjetit energjetik evropian. Sipas Mickoskit, kjo nënkupton balancë, siguri dhe aftësi për të integruar burime të reja të energjisë. Drejtori i SHA MEPSO, Burim Latifi, tha se kjo linjë do të sigurojë do të rrisë stabilitetin e sistemit të transmetimit. Me realizimin e këtij projekti, Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria fitojnë një lidhje të re, të fuqishme dhe strategjike elektroenergjetike, e cila do të përforcojë sigurinë e furnizimit, do të rrisë stabilitetin e sistemit të transmetimit dhe do të hapë mundësi të reja për integrim më të thellë në tregun rajonal të evropian të energjisë. Me këtë interkoneksion, po mbyllim hallkën e fundit energjetike të korridorit 8 panevropian. Projekti parashikon ndërtimin e rreth 100 km linjë transmetimi ajror nga stacioni transformator Manastir 2 deri në kufirin mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Projekti i vlerësohet të kushtoj rreth 17 milion euro, i financuar përmes kredisë dhe granteve nga Bergji dhe fondet europiane.